Sa për jush kanë provuar dhe ju pëlqen shija e lastarve të rinj të rrushit. Me qenë se tani është koha e krasitjes së gjelbërt të ardhis, majat e lastarve do t'i përdorim në një gatim shumë të veçantë pranveror. Për këtë gatim duhet kemi parasysh që hardhia mos të jetë e spërkatur. Pasi i kemi lar, i presim imët, do t'i shtojmë në tigan ku kemi qep të njoma dhe kopër të freskët. Ti gatimi gjithashtu i kemi shtuar edhe pak kërpudh pule. Kjo kërpudh e ka marrë emrin për shkak të aromës dhe shijes që ka, sepse është njësoj si mishi i pulës. Rritet zakonisht në drurin e lisit ose të qershis në sezonin e pranverës. Gjellën e rregullojmë me një dorë energjik të gririmët, krip, piper të zi, piper të kuq dhe në fund fare i shtojmë një dorë oriz kafë që e kemi larë më parë. Hedhim ujë të nxehtë, masa e ujit varet gjithmonë nga masa e orizit. E lëm që të gatuhet për 5 deri në 7 minuta, të mbuluar me kapak në një temperaturë të ulët dhe pasi është gatuar, do ta lëm që të pushojë edhe 5 minuta të tjera para se ta shërbejmë me pak salcë kosi dhe vaj ulliri të përgatitur me piper të kuq. Uroj dhe shpresoj që ta provoni dhe ta shijoni këtë gatim.